Lavdrimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerin më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati I dashur, e lutim Allahun e mandueshëm të ban kabull namazin e xhamas, e lutim Allahun neve të na mbron nga azabi I varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na mbron nga gjërat të cilat prishin imazhin ton personal dhe atë familjar dhe në përgjithësi për të shoqërisë sonë. Lutim Zotin që fëmijët ton Allahu të I ruaj, të I drejton në rrugën e drejtë, e të bën të hajrit për vete, familjen dhe shoqërinë. Dhe mbi gjitha xhamat, e lutim Allahun e mandueshëm që fjala jonë e fundit e dalë prej kësaj bote me u kon duke e thonë la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, amin. Xhamati I dashur, jemi në fillimin e vitit të ri hijri 1448. Do të ndalemi të përmendim disa urtësi dhe disa mësime të cilat marrim nga kjo ngjarje shumë e madhe. Zakonisht na duhet mendojmë mirë se hijreti nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën. Besimtari jeton për çdo ditë me hijretin e tij. Do thotë gjithmonë me hijretin kupton unë edhe ti të përmirësohemi, e të bëhemi edhe më të mirë, se sa kemi qenë gje ke qenë I mirë, sot bëhu edhe më I mirë. Të nesërmen planifiko, medito dhe bëhu hala më I mirë se gje edhe sot. Prandaj, xhamati I dashur, koha është një begati të njëjtën kohë, por është edhe një sprovë. Një sasi e caktuar kohore neve na zhdon në dispozicion. Që nga fillimi me njerin e parë, me Ademin a.s. e deri me njerin e fundit që të jeton në këtë botë, unë edhe ti kemi hise nga kjo kohë që Zoti e ka falë. Dhe kuptohet, na do t'japim përgjegjësi po them kështu për çdo sekond të kohës sonë të cilën na tani më po jetojnë. Mirë po, e mira e madhe e një besimtari në xhamat është kur ai pas vete lë gjurmë të mirë. E kjo gjurmë e mirë ka të bëjë pra me një vepër të mirë apo vepra të mira që I ban gjatë asaj periudhe kohore. Prandaj ne gjatë jetës sonë në xhamati I dashur, ai I cili jeton 20, 30, 40 deri ndoshta edhe deri 100 vite, shumë sende gjatë jetës I mund t'i harron ai. Mirë po, janë disa momente, janë disa ngjarje e disa vepra që ai I kujton edhe me datë, edhe me ditë, edhe orën ta kallzon çfarë ka ndodhur me ta, çfarë vepre të mirë ka bën. Prandaj ai I cili sot I ka bosh 60 vite edhe 70 vite, mi thon para 30 viteve ku e kon, nëse nuk I ka paraprin një ngjarje e madhe, një ngjarje e mirë, ai ka për të harruar ata, thot nuk e di ku jam kon. Mirë po, kur ka lënë një gjurmë të mirë, e ka bën një vepër madhështore, ai të kallzon datën, të kallzon ditën, të kallzon momentet çfarë ka ndodhur. Prandaj, edhe kjo ngjarje e hijretit xhamat, për ne besimtarët pra ka mësime dhe ka ngjarje dhe urtësi të mëdha dhe asnjëherë nuk duhet kuptohet se herë që përmendim, ka thonë Muhamedi a.s. Kjo nuk ka të bëjë xhamat me të kaluarën. Kjo është pra e tanishmja, po do të jetë edhe në tarmen inshallah për ty dhe për mua dhe për secilin njeri, po marr parasysh besimit të tij. Situata e asaj kohe të nderuar xhamat ka qenë shumë e vështirë. Dhe se ka një thanje ku kam përmend dietarët kur thojnë se nuk ka derë pa qelës, edhe nuk ka problem që nuk ka zgjidhje. Nuk ka derë pa qelës, e nuk ka problem pra pa zgjidhje. Allahu në Kur'an e Kerim në surën At-Talaq ka thonë kështu: nuk ka, thot, ai I cili ka dronë Allahut, ati pra Zoti ka për t'i dhënë rrugdalje dhe furnizon atë nga nuk e pret. Pra kushdo që ka dronë Zotit, Allahu ati ka për t'i dhënë pra rrugdalje. Situata e atëhershme xhamat për muslimanët ka qenë vërtet e padurueshme. Plotësisht pa të drejta
normale që duhet me pas një njeri, i kufizuar shumë në adhurimin ndaj Zotit, vetëm individualisht, mirë po në grup xhamator ka qenë e ndaluar. Pastaj, kanë qenë plotësisht të izoluar pjesëmarrës në jetën publike. Dhe se në atë kohë me mendu në çfarë situate kanë qenë besimtarët, ndoshta dikush do të thojë a ka një situatë e cila nuk ka zgjidhje. Besimtarët xhamat kaluan edhe me një periudhë kohore kur ishin shumë të izoluar, pa ushqim, pa pije dhe gjithçka izolim total, pra embargo për 3 vite radhëzi. A kishte zgjidhje? Dikush do t'i thojë në mendjen e tij e nuk mundet me pas zgjidhje në citatat të tanishme të asaj kohe. Mirë po, rrugdalja vjen në emrin të Allahut përderisa kemi besu sinqerisht në Zotin dhe i mbështetemi plotësisht për atij. Gjitha këto citata xhamat ishin të pashpresa, mirë po me besimin në Allahun dhe në mbështetjen e fortë, pastaj në planifikimin që duhet të bën besimtari, Allahu ju dha zgjidhje gjitha atyre problemeve që përjetonin muslimanët e asaj kohe. Dhe lind pyetja xhamati i dashur të njëjtën kohë edhe sot. Atë ka ndodhur ndonjëherë kur ke menduar se një problem që të ka ndodhur nuk mund me pas zgjidhje. S'ka zgjidhje, nuk di çfarë mund me bë. Mirë po, me kalimin e kohës, në planifikimin që ke bë, në mbështetjen e fortë në Allahut, në besimin që ke pas në ta, pra në Allahun, ke pas se Allahu ta ka dhënë atë zgjidhje për atë problem që e ke pas ndoshta me një periudhë kohore. Atëherë xhamat, Hijreti neve si besimtarë na mëson se sikur që nuk ka derë e cila nuk ka çers, po ashtu nuk ekziston asnjë problem për të cilën Zoti nuk ka lënë zgjidhje, edhe me mendu se besimi i sinqert në Allahun dhe mbështetja e fortë ka për të dhënë rezultatin e duhur. Kemi ndërmend hadithin e pejgamberit tonë alayhis salam, i cili ka thonë: sikur ju të gjithë pra të mbështeteni në Allahun, ai ju do t'ju furnizoj sikur që i furnizon Zotit. Në mëngjes ata shkojnë të uritur, e pastaj ka thonë në mbrëmje kthehen të ngopur. Mësimi ja porcia di që nxjerrim xhamat nga Hijreti se Hijreti është shkollë e njerëzve të lirë. Pra në thelb nuk ishte kthim nga një vend në vendin tjetër. Pra nuk ishte që pejgamberi i Allahut boni pra hijret, shkoj me një vend tjetër edhe kaq. Hijreti Muhamedit alayhis salam nuk ishte arratisje nga një realitet i vështirë, apo as nuk ishte ikje nga një përndjekje e nga mushrikët e asaj kohe. Por hijreti neve xhamat na mëson se besimtari nuk duhet të burgoset nga gjeografia kur në supet e tija mban misionin në emrin të Allahut. Hijreti jep një mësim tjetër se besimtari nuk sklavërohet nga rrethanat, nuk dorëzohet asnjëherë, por gjithmonë për çdo ditë që e kalojmë për hijretin tonë në mënyrë të drejtë për drejtë, apo ndonjëherë edhe në mënyrë indirekte. Ai lëviz pra do të thotë besimtari bën hijret ku mund të realizoj robëri ndaj Allahut. Pra ai nuk sklavërohet ndaj njeriut, nuk sklavërohet ndaj epsheve, por nëse bojnë hijret xhamat, është për qëllim pra hijretin në robërim ndaj Allahut të Madhnueshëm. Prandaj unë edhe ti xhamat i dashur, na duhet ta pyesim veten tonë. A jemi aty ku Allahu vërtet dëshiron pra të jemi? Kështu një pyetje përderisa dëgjojmë pra këtë shprehje hijret. A jemi aty unë edhe ti ku vërtet Allahu dëshiron na të jemi? Apo ecim ende rrugës për të cilën ne jemi krijuar? Përgjigja është shumë e saktë dhe shumë e mirë duhet të jetë xhamat. I dashur xhamat,
vlerëso vetën tënde, po aq e madhe do të jetë edhe vlera e hijretit tënd. Po aq sa e vlerëson vetën tënde, po aq e madhe do të jetë pra vlera e hijretit tënd. Atëherë kemi përgjigje në këto dy pyetje që ja parashrova edhe unë vetës edhe për ti dhe për secilin. Nëse largohemi nga mëkatet drejt bindjes ndaj Allahut, je besimtar që lufton pra me veten tënde. Nëse largohemi xhamat nga pasioni drejt udhëzimit, ti je njohës i Allahut, ke për ta njohur Allahun e Madhnueshëm. E nëse largohemi nga vlerat toksore drejt vlerave imanore, je njeri me vizion të qartë. Këto janë ato tre përgjigjet që duhet na ti kemi pranë jetën tonë përditshme xhamat. A jemi pra duke bëjë hijret për çdo ditë drejt Allahut? Përgjigja që ndron pra në këto tri që i përmendëm. Ka thonë me një hadith pejgamberi jon alayhis salam, muhaxhir është ai i cili largohet nga ajo që Allahu e ka ndaluar. Dhe tani kjo nuk e ka kuptimin vetëm largimi nga dalesat e Allahut, po se po edhe kjo është. Mirë po, muhaxhiri vërtet është ai i cili kur e sheh veten se është mirë dhe sinon edhe të bëhet edhe më mirë. Kia është muhaxhir që e kërkon pra te jon të nderuar. Prandaj hijreti i vazhdueshëm që ti duhesh më u kon në kontinuitet xhamat, në vazhdimsi në jetën tonë për jetën tonë të përditshme, keme pase ajo çfarë të largon prej Allahut të dobëson ti edhe fizikisht edhe shpirtnisht. Ajo që të afron drejt Allahut xhamat, të ban të fort fizikisht, shpirtnisht shumë i fort, po të njëjtën kohë të dojnë njerëzit dhe mbi të gjitha të dojnë për Allah. Kjo është pra ai muhaxhiri i vërtet që e kërkon në këtë hadith pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Për shembull xhamat, marrim një shembull nga jeta jone e përditshme. Ajo që të ban ti e rahatësës, nuk të ban të ndjesh vetën rahat, ndërgjegja jote nuk të lejon. Për shembull në fitimin e pasurisë. Dhe ti e sheh se diçka nuk është në rregull, dhe çfarë ban xhamat? Këtu e ban hijretin me vetveten tënde. Thua kështu, i them edhe unë vetës edhe ti thuj, risku në dorën e Allahut. Ndërsa mendon dinjitetin dhe krenarin ta ngrit vetëm mbështetja në fortë në Allahun dhe risku në dorën e tij. Edhe çfarë ban xhamat? Bindja jote dhe mbështetja në Zotin të ban që ta zvoglosh ata çfarë mendon ta marr një rrogë, edhe kur e mendon apo më flas zemra, nuk më flas zemra. Kjo është një nga shembuj që besimtari duhet mi pas parasysh në jetën e tij. Ndër format më të mëdha xhamat të hijretit është edhe largimi nga zakonet që e skllavërojnë pra njeriu. Në pamje ato duken shumë të vogla xhamat, mirë po pasojat janë shumë të mëdha. Sa shumë njerëzve u ka vjedhur kohën dhe janë lidhë me to. Për shembull, me pajisjet që i kemi në përdurët e tona xhamat. Sa të njeriu t'ja ka marrë kohën nga mësimi, e ka nda nga puna, e ka nda nga vizitat familjare, me fjalë qera, a bën rob i pajisjeve të tija. Pa e mohu, do binë që mund të na sjellin neve, por në përgjithësi po flas xhamat si dukuri, si zakon që ka sjellë pra dame në shoqërinë tonë, si kur vlen ajeti kuranor, ku Allahu në Kur'anin e Kerim ka përmend dhe ka fol dhe ka thonë, shejtani i ka nënshtruar dhe u ka bërë të harrojnë përmendjen e Zotit. Nuk ka për qëllim xhamat që përmendet në tefsir përmendjen e Zotit vetëm kur thu subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, po dhe kjo ka bëjnë. Mi po përmendja e Zotit përfshin çdo send, çdo gjë që janë pozitive në jetën tonë të përditshme. Kjo është për qëllim pra përmendja e Zotit që Allahu e ka përmend. Prandaj këtë hijret që duhet ta bën për besimtari, duhet të jetë i kujdesshëm me veten e tij edhe me fëmijën e tij xhamat. Ka raste ku me keqardhje themi, kur prindi, baba apo nona, për ta qetësuar fëmijën e vet, për ta lënë me një dhomë në vete,
ati ja siguron një mobil, edhe thot, del rrin në atë sopë, se unë po du me nejt i qetë. Dhe faktikisht, këtu kemi një shkëputje me fëmijën tonë, dhe na nuk e dim tani me ka është ajnë lidhje. Nuk e dim na çfarë është duke bo, pse i kemi shkëput me arsjetim se unë po du me nejt për rahat. Prandaj ne si prindër xhamon, këtë rast duhet ta bëjmë një hijrat me fëmijët tonë, pra t'jenë pjesë e pandare jona, na të bisedojmë me to, na takohemi me to, vizitojmë me to, dalim, bëjmë shëtitje me to, dhe ta kupton në realitetin se i vetëm nuk je i mirë je kur je pranë mesin e kësaj shoqërie. Pastaj, të tjerët xhamot janë të robruar edhe nga zakonet e të ngranit të tepër, të folirit pa mos. Pastaj me thashë theme edhe me përgojime. Pa e kuptu se gjitha këto dukuri negative që i përmendëm, mund t'jenë sebeb xhamot që sevapët që i ky bë me adhuru pra tjetrit. Sevapët që i ky bë me adhuru pra tjetrit, ai mi i marë pa kur një farmundi. E mas mirti e ka spjegu pejgamberi Allah, Muhamedi a.s. kur ka folë se kush është i falimentuar, dhe ai e ka spjegu xhamot, ai i cili vjen me shumë namaz, ai i cili vjen me shumë zeqat pra që ka dhënë, e ka bo haxh, e ka bo punë të mira, mirë po ka shpiv. Ashmar me thashe theme, ashmar me gjëra që e ka dëmtu për atë qetërin, dhe çfarë ndodh, ato sevapet që i kam bo, i dhurohen për atë qetërit. Në këtë rast xhamot, në duhet të largohemi nga këto zakonet e këqija dhe të bëjmë hijrat në vetën tonë. Ta shoh vetën që nga mëngjesi e deri në mbrëmje, cila është fjala jeme, çfarë është fjalori jam xhamot, në shoqëri, çfarë është fjalori jam kur përmendet për hijreti, të mos kapemi pas qëndrimeve që kanë rezultuar të gabuar. Ke pas një gabim, ke pas një qëndrim, dhe ke kuptu se është i gabueshëm vetën tonë. Është me bëj hijrat xhamot. Këtu është mirësia e besimtarit, e pranon gabimin, kërkon falje dhe ai duhet me bëj hijrat. Qëndrimin që e kam pas ka ndikuar negativisht, ka pasoja dhe tani duhet bëj hijrat. Pra hijreti jam me hes drejt një qëndrim. Të mos dorëzohemi para mjediseve që na e prishin mendjen tonë. Të mos dorëzohemi para rrethit, para shoqërisë që e prishin pra mendjen tonë, që japin bot kuptime të gabuara për neve, për jetën tonë, për familjen. Pra kujdes kush neve po na jap fjalë e ide dhe pastaj ato me pasur unë Zot ndikim negativ. Të mos limtojnë vlerat dhe mos bëhemi rob që e prishin imazhin tonë xhamon, duke mendu postin, duke mendu famën, ama si kam arrit atë, lind një pikpyetje e madhe xhamon. Prandaj hijreti jon mos e mendo asnjëherë që ka qenë e kaluara, por ajo është e ditë për ditëshme deri në ditën e fundit. Edhe dhe tri fjalë xhamon për kampionatin botror. Normal se edhe unë jam nga i që i përcjellin ndeshjet asa ka mundësi. Sepse na nuk mundim me nda rinin ton nga sporti dhe nga dëshira e tij për me këshir futboll. Jemi në gjendje me i dit emrat e lojtarëve. Jemi në gjendje me ndëgju lloj analisti që ka të bëjë me sportin. Edhe pastaj edhe me dhon edhe ti mendimin tënd personal. Edhe kjo në rregull. Pjesa e pandare jetës son edhe sporti xhamon. Mirë po, unë po pyes kështu. Ata që po arrin suksese xhamon, ne po bëhemi spektator të jetës son. Sa unë edhe ti xhamon jemi duke u ardhat, jemi duke dhënë mundin për me arrit pra një sukses një jetën tonë. A që ora 3 luhet një ndeshje futbollistike, edhe duhet me kurdisna unë telefonin, alarmin, ora 3 duhet me qu me përcjell një ndeshje. E kur herën e fundit xhamat jemi qu ora 3 për shembull me fal një 2 recate namaz. Cilin librin të fundit e kemi lexuar?
kur ka qenë puna ime e fundit e dobishme për shembull për familjen dhe për shoqërinë. Këtu është qëllimi se erë që përmendet xhamat për kampionati botëror, kupa e botës që po mbahet. Dikush do ta ngritë atë trofe. Dikush do tregohet një lojtar shumë i mirë. Mirë po, kur e mendojmë për shembull, para 2 viteve, para 4 viteve, ata që kanë qenë, ku janë më sot xhamat? Çfarë kanë lënë ato gjurmë për pos vetëm kujtime? E na duhet mundohemi që i xhreti jonë në xhamat me lënë gjurmë, e ajo gjurmë të ketë një gjurmë e mirë që përkon pra me një vepër të mirë që e ban jetën tonë përditshme. I xhreti xhamat nuk është vetëm mësim nga e kaluara, por është meditim dhe veprim në të tashmen dhe shikim e planifikim drejt të së ardhmes. Një nga urtësitë që nxjerrim nga kjo ngjarje e madhe. Është bë traditë xhamat edhe e ngulitur të besimtari se i xhreti është vetëm një send e kaluar, e vlefshme vetëm në kohën e kaluar. Na vazhdimisht lavdrohemi me Zoti Omer, shumë në rregull, lavdrohemi me dietarin që i takojmë në këtij medhhebi e Ebu Hanife. Lavdrohemi për shembull me Muhamedin e ditë Fatiun, keq që to. Sukur mendojmë se tani ma Zoti Omer të kësaj kohe nuk mundet me pas. Por mendoje se edhe ti mundesh më kanë me një kënd që e ka pas Zoti Omeri në jetën e tij, edhe ti më kanë si ai. Për shembull, ai ka pas butësinë, edhe ti mundesh më kanë një Zoti Omer me butësinë e tij. Qetri mundet me pas drejtsinë, i tillë ka qenë edhe Zoti Omeri. Prandaj, kur ti përmendim gjitha ato personalitete, kur mos e mendo se ajo ka qenë e kalume, edhe unë më nuk muj mu bon si ai, ndoshta nuk mundesh mu bon i tëri xhamat, mirë po me marr diçka nga jeta e kaluar e atyre personaliteteve, edhe ti mundesh me bon një xhret të tillë. I xhreti xhamat e banit vetëdijshme se respektimi i dinjitetit njerëzor, pa dallim race e gjuhe, të afron pra tek Zoti. Bilali e Selman Farisiu xhamat, ata nuk ishin nga fisi Kurejsh. Për me arrit në gradat e larta, nuk duhet ti me pas ngjyrën e bardhë. Nuk është patjetër më kanë për një fisi të dalluar apo për një vendi të dalluar. Ajo çfarë e ban njeriu të ngritur, e ban dashur, e ban dobi prurës, mas mirë e ka spjegu dhe ka qartësu Allahu në Kur'anin e Kerim. Ka thonë ai pra Allahu në librin e tij Fisnik, inna akramakum indallahi atqakum. Ka thonë më të mirë e më të devotshëm e më të gjatë që ja kanë ndronë Allahut është ai i cili është më afër Zotit me vepra të mira. Pra kur mos e shiko, unë i takoj filan mahallës edhe unë duhet më konë. Unë e vi nga filan vendi edhe këtu duhet më konë. Absolut, pra Bilali ishte kush ishte, me pranimin e Islamit ndodhi pra i xhreti i tij. Pastaj edhe me të tjerët, e kështu neve na ka bën të qartë se dinjiteti dhe krenaria nuk ngritet në bazë të racës dhe prejardhjes, por ngritet sa më i devotshëm që je pra tek Allahu i Madhnueshëm. Prandaj xhamat ta kemi parasysh se ne jemi krijuar për Allahun dhe do të mbetesh gjithmonë muhaxhir drejt tij për sa kohë rre zemra jote dhe jeta jote vazhdon. Ne jemi muhaxhir gjithmonë drejt Zotit dhe sa kohë që ka për të rre zemra jote, bëhu muhaxhir për çdo ditë, më afru sa më afër Allahut. E pra xhamat ti kur je sa më afër Allahut, njerëzit ti kanë me dashur, ka me të shku fjala jote dhe mbi të gjitha çdo vepër që bani inshallah më kon i kënaqur me ti Allahu i Madhnueshëm. E lutem Allahun e Madhnueshëm xhamat që lëshimet, gabimet tona që i kemi pranë jetën tonë, ti kërkojmë falje atij pra me sinqeritetin më të madh dhe hijreti jon të jetë hijret i përditshëm, jo hijret largim nga vendi, por hijreti jon për ta dash, për të punu dhe për më angazhu në këtë vend tani në të cilin na jetojmë,
Zoti e bën të nderuar këtë vend të begatshëm, të mirë, e me njerëz të mirë, na që jemi në këtë vend, e siguri pra, me siguri na kur na kontribojmë, edhe vendi jonë pra do të bëhet i dashur, po aq sa na japim mundin dhe angazhimin tonë. Edhe e fundi xhamat ka gati 2 muaj apo për 3 muaj që kemi hi, edhe nuk kemi kërku ndihmë për mirëmbajtjen e xhamisë sonë. Edhe më merr menja se xhamati jon i ka shku menja shka u bën thua në Lukjo, çdo muaj na kemi lip, edhe erdh kjo xhamaja ku i kërkojmë xhamatit ton, dhe se ato di hadithe i man men xhamati jon, i di ka mësuar. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, sadakajat mbrohen nga fatkeqësia. E para, e dita ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, sadaka nuk e pakson pra pasurinë. Këto hadithe janë shoqërues pra në jetën tonë përditshme, edhe për në xhami, edhe për ndonjë rast tjetër se që neve na kërkohet. Allahu e shtoh pasurinë tonë, Zoti dhash bereqet në pasurinë tonë. Allahu gjithëve neve na rujt e na bën kabul inshallah namazin e xhumas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.